duke qëndru në salë, ose duke e votu Vjosa Osmanin. Ka një teori e cila po qarkullon këto ditë, që mundet edhe kushtetuta javnjet të drejten, që lista serbe për të bon numrat, mund të qëndroj në salë edhe ta propozoj formalisht një kandidat për president të Republikës, nga komuniteti serb, nga lista serbe, edhe kjo është një variant. Por gjasat si pas mendimit tim janë që nuk do t'jetë presidente. Por nuk arrin dot me listën serbe 80 deputet. 58 i ka vetë vendosje, 10 komunitetet e tjera janë 57, 67 shkojnë. Bashkë me listën serbe, por nuk më jenë 8 vjetë. Po tani 3 i bojnë këta, kështu i peshkujnë, ja 2 a 3 i bojnë të PDK-s, ja 2 a 3 i bojnë të Lidhjes Demokratike, por si t'ja njësë Albin Kurti me bo matematika, ma në mirë në men, që i thoshte gazetarës të adin që 8-10 janë ma shumë si 61, edhe si të fillon kë me thonë numër 1, 2, 3 e qiti presidente numër 4, njëtën gjë ka pas bo me dialogun. Tha që sash dialogu ka qenë pika e 7 e prioriteteve të Albin Kurtit, kur ka fitu. Albini me shumë të drejt, është i shqetësum për nishin, 2-shin dhe 3-shin. Çka do të thotë kjo? Kosovës nuk i vyn kurfar presidenti në qoftë se nuk miratohet buxheti, në qoftë se shteti shkon në kolaps, atëherë çka na duhet neve presidenti? Mbi bazën e kësaj mbështes atë matematikën. Buxheti kanë përshtypjen që do të miratohet, se kuvendi bëhet javën në seancën e parë. Në seancën e parë. Në rregull, po ai e tha prioritetet e tij janë këto, edhe i cik edhe marrëveshjet ndërkombëtare, që është shumë rëndësi, do më thonë, diku 1 miliard euro po e presin Kosovën për marrëveshjet ndërkombëtare, dhe këto opozita duhet me të vërtet të shikon interesin e shtetit e jo interesin e Albinit, se në fund të mrom nuk është Kosova as Albinit as askujt, dhe duke qenë interesi qytetarit, këta duhet me i votu gjitha marrëveshjet ndërkombëtare për mendimin tim. Por të presidentja, jam shumë i bindur që do të kemi prap krizë politike në zgjedhjen e presidentes. Pra ti thua që do të ketë krizë? Unë jam shumë i bindur që do të ketë krizë. Që i bie do të shkojmë në zgjedhje.